Spanja do të ndalojë aksesin në mediat sociale për të miturit nën 16 vjeç dhe platforma do të jenë të detyruara të zbatojnë sisteme të verifikimit të moshës, tha kryeministri Pedro Sánchez, ndërsa njoftoi disa masa për të garantuar një mjedis digjital të sigurt. Qeveria e koalicionit të krahut të majtë Sánchez është ankuar vazhdimisht për përhapjen e gjuhës së urrëties, përmbajtjes pornografike dhe dezinformimit në mediat sociale, duke thënë se kjo kishte efekte negative tek të rinjt. Fëmijët tanë janë të ekspozuar ndaj një hapësire në të cilën nuk ishin menduar kur të lundronin vetëm. Ne nuk do ta pranojmë më këtë, tha Sánchez, ndërsa ju drejtuar samitit botror të qeverive në Dubai, duke bërë thirrje vendeve të tjera europiane të zbatojnë masat të ngjashme. Ne do të mbrojmë ata nga perëndimi i egër digjital, shtoi Sánchez. Australia në dhjetor u bë vendi i parë që ndaloi media sociale për fëmijët nën 16 vjeç, një veprim që po ndiqet nga vende të tjera, të cilat po shqyrtojnë masa të ngjashme bazuar në moshë si Britania dhe Franca. Sánchez tha se qeveria e tij do të paraqesë gjithashtu një projekt ligj të ri javën e ardhshme për t'i konsideruar përgjegjës drejtuesit e mediave sociale për përmbajtje të paligjshme dhe me gjuhë urrëtie, si dhe për të kriminalizuar manipulimin algoritmik dhe amplifikimin e përmbajtjes së paligjshme. Ai shtoi se prokurorët do të shqyrtojnë mënyra për të hetuar shkeljet e mundshme ligjore nga Grok, TikTok dhe Instagram.